u bë Trump dhe tash I po bëhet mik, para se me ardhë Trump, I boni lidhjet me Kushner, që jem 1,000,000% bindë që kyja ka afru Sazanin, I ka fut lidhjet I ka thonë hajde se të ep Sazanin, se ka thonë po doli vjerë I ti në pushtet, edhe unë mbaj pushtet dhe mos e kam, s'pakte nuk e më ngacmon. Kështu që këta njerëz për shembull është fatkeqësi, po pra një takim në Mar-a-Lago apo në Departamentin e Shtetit ju nuk paraqikoni. Absolutisht jo. Gjonat mu edhe me mundet me çdo gjë mundet me bë me ndodh, por unë nuk e besoj. Nuk e besoj që ai do të takojë njëri këtu. Përveç se ndoshta dhondën, po e takoj dhondën e tij, po nëse ai do shkoj se këtu ke dasma e këtij, 100% ke sa dush nga këta të majtit e ke komplet. Ka I majtë se I ka ble. I bajnë atë gjona I shesin edhe të rrof ty që ti ku jeta gjithë jeta të punuar. Shqipëri ku do të jesh? Jetë gjao. I shoh biznesmen shqiptar me marr çdo biznesmen shqiptar. Asnjë prej tyre nuk e ka familjen në Shqipëri zotëri. Çalla jetë, më thuaj ti mu ka bë para, për çfarë duan parat? Ti kur s'ke familjen në Shqipëri. Më thuaj ti. Ti je në Shqipëri, familje ke në Amerikë. Fëmijët I kenë në Florida, fëmijët I kenë në Kaliforni, fëmijët I kenë në Angli. Pse se kenë fëmijët në Shqipëri? Pse? Se nuk je I sigurt. Nuk je I sigurt, vetëm mundohesh çdo moment që me marr një kontratë shtetrore, me bë pisliqe, me ndajt ndoshta edhe me prishë edhe familjen, se normalisht kur arrish këtë stat e prishë edhe familjen, atje në Shqipëri është sikur mod, ke biznes do me pas një dashnore ose dy dashnore. Se I gjuajnë ta, e prishin familjen, ka grup ke shtëpia dhe këto janë, këto nuk I shef në botën perëndimore në përgjithësi. Imagjino se mas këtyre për shembull Trumpi që ka pas gjithë ato biznese, I zhdef me pa pas një 50 dashnore. Në çdo shtet ku ka shkuar që ka investuar me pa pas një dashnore. Kjo është filozofia e biznesmenëve shqiptar. Njerëz që bajnë miliona, edhe me I pa nështë akoma pinë duhon kështu të lirë, se nuk e kanë siguri. Kjo është siguria. Këtë është siguria, siguria është një çdo gjë, shneti, siguria jetës. Se jeta është një herë. Po në Shqipëri nuk vlerësohet jeta. Ai thotë bëj para, po jeta tiku. Tiku jeta pa fëmijët e tu. Ti ku jeta pa fëmijë zoti, kur ti s'ke fëmijë të afër, kur s'ke familjen afër, çfarë duhen parat? Më thuaj ti më. Ti më ta dhon sot gjithë pasurinë që ka Amerika me ton shkon në një ishull ku s'ka njeri nuk duhet asgjë. Se bu ke për të hëngur edhe për fjet gjun, asgjë tjetër. Edhe musil aty rreth ishullit. Kaq. Kështu që nuk e di po në të 30 vite, çdo njëri që vjen nga jashtë dhe shkon në Shqipëri e shef, është shumë vështirë me ndryshu një mentalitet. Është një mentalitet që është krijuar sidomos ke brezi I ri, që është krijuar një mentalitet që me marr pa lodhje. Nëse ti arrin ose ke synim që me arrit me fitu diçka pa lodhje, ajo është shumë e gabuar. Pasi nuk ti mundesh në një raste edhe mundesh me përfitu, por nuk është zgjedhja. Çdo gjë do të mu arrit me punë, me djes, me studim, me përkushtim. Ndërsa brezi që po rritet, sikur tash se prindit, sigur I kam rritur fëmijët e mi, kam menduar se më ia dhon çdo gjë, po kur dalin në jetë, janë të papërgatitur, janë të papërgatitur se ajo nuk është mësuar asnjëherë as me heq barin, me ndez makinë dhe me prej barin. S'është provu se kam lënë unë. Është faji im. E njëjta gjë në Shqipëri sa të ke për shembull njerëzit që rriten po flas në fshat me qytet me quat atë qytetin fshat Lopa o Viçi. Nuk e njohin. Është rinia sot
se shumica njerëzve sot po jetojnë nëpër qytete, janë shkut nga realiteti. E shoh këtu në Amerikë, njëjtën gjë. Njerëzit shkojnë në dyqan e shohin çdo gjë, frutat, perimet, rroba, çdo gjë është perfekt, e lustruar, e përgatitur dhe vetëm e blenë, paguajnë dhe shkojnë ke shtëpia. Po se si është bërë, se si është prodhu, sa kohë ka marrë që më bë domate ajo që ajo njerë, me pyetur një amerikanët të garantoj që as 5%, as 10% nuk e kanë idenë. Vetëm e njohin si domate, ose ndoshta ka edhe prej që se njohin fare. Sot, kjo është realiteti që po shkojmë sot. Me teknologjinë e re që me AI, çdo ndryshim i teknologjisë është i mirë, vërtet se jep zhvillim njerëzimit, por nga një anë edhe të bën të varur. Se unë kur ka marrë këtu s'ka pas GPS, nuk ka pas navigacion, ship. E kena shkuar në Florida, kena shku në pushime, kom shku në Washington, në Chicago, kom printu një prej internet, kom printu atë direkcion ku kom shku dhe kena rrit sot me pas, sikur se interneti me ra për 24 orë i shef këto njerëzit komplet të përplas me një tjetër, se rinia sot nuk e ka idenë se si lidhen rrugë, nuk e ka idenë se ka hap hartën me pa se si funksionon rrugët e Amerikës. Se çdo gjë qohen se kanë telefonin edhe çdo është teknologjia. Njëjtë gjë me AI. Sot AI domon çdo si më thon task, çdo gjë që ti e pyet AI-n e ke një përgjigje. E ke nga përgjigja se akoma është në zhvillim, e ke nga 100% që është e saktë, ndoshta deri në 80% të asaj që kërkon. Kështu që sot rinia nuk lodhen shumë, vetëm me pyetjen e AI-n, i thotë ç'a mundem me bëu në Shqipëri, edhe AI në bazë të atyre publikime që janë website prej të hujve që ka shkruar në internet, thotë, okay, të bën këtë, shko këtu, i ke transportin këtu, ke ndash me shku në mal, ndash me shku në det, i ke gjitha domon, i kretë informacion, ai nuk lodhet, përpara na lodh se ka desh me shku në për libra, me bërë research e gjana, sot nuk lodhen, edhe kur nuk i lodh trunin shumë, normalisht që nëse atë moment që teknologjia të lën ty ki marru, je përfundon komplet. Kështu që bota ka hinë një stad komplet tjetër, stad zhvillimi, edhe në mënyrën e mendimin e gjanave, sidomos me këtë AI, ka përqen një ndryshim komplet, mënyra se si vetëm me pa sot sa njerëzit janë pagu për dizajnin shtëpiave, exterior design, landscaping, këto njerëz që merren me garden, me kështu. Sot e ke shumë thjesht në telefon, i thua bën një fotografi, unë bën një fotografi të këtu my backyard. E thash AI thash ma bë design. Edhe jep disa opsione, 1, 2, 3, 4, 5, se si e don marrën, e don me privatësi, me ato pemë që mundën me që rriten gjata se selvi, edhe ta blokon komshin, domethënë pa, e don thot me një kështu, me një stre, me një gazebo si thon na. Se ti mas i jep komandën që tu okay, du numrin 3, në 4-5 minuta ta jep me fotografi, me ngjyra, me drita, me çdo gjë, tu okay. A du këtë ndryshim ta bën. Domethënë përpara njerëzit janë paguar që ta bën këtë punë, e kanë bën kompjuter me programe, tash i ta bën telefoni për 2 minuta. S'ke nevojë, si më thon, me pas një person që e pagun kur e merr fal. Bën një abonim thjesht me AI në telefon, ose ke edhe abonime që të kushtojnë $200 në muaj që mundesh me nxjerr të dhëna. Për çdo gjë, si më thon, që nga ndërtimi, që nga restrukturimi i shtëpiave, që nga
çdo gjë që ka të bëjë me jetën e njerëzve në përgjithësi. Zoti Kortoçi, unë të falenderoj shumë për bisedën, për këtë analizë gjërë dhe gjatë që bëm, edhe për këndvështrimin ndryshe që na sollet nga Shtetet e Bashkuara, që shpresoj që të na shoqërohet edhe me lajme të mira andej, se ne andej kemi syt. Në gjë, me majtë sytë ke Amerika është gjë mirë, se është shtet i fortë, shtet që demokracia ka një zhvillim tjetër, por në fundit vendin tonë e bëjmë vetë shqiptarët. Këtë do të me pas si busull shqiptarët. Nëse ti nuk kontribon për vendin tonë, se cili që sot për sot është Shqipëri, edhe unë që jam ndoshta jashtë Shqipëri, edhe unë do të më dhënë një kontribut për Shqipëri. Nëse nuk mendojmë kështu, atëherë Shqipëria ka përshku sikur ka qenë ka 500 vite që s'kena pas një shtet. Kështu që shqiptarët edhe unë me futi vetin aty, duhet me mendua thjesht që me ndihmua vendin tonë. Me ndihmua që Shqipëria të shkojnë bëj një vend se është Zoti ja ka dhënë gjitha bukurit, me bëj një vend i barabartë për gjithë. Thjesht asnjëherë s'kena qenë shqiptarët s'kanë qenë barabartë me njëri tjetrit. Pasi kur s'ke ligj, kur s'ke zbatim ligjit, atëherë si e i barabartë, atëherë detyrohesh mu shite, mu ble, me dalë jashtë shtetit, me ikë, me të tërësua ndoshta edhe atë dignitetin tonë për një jetë më të mirë, ndoshta sigur Greqi që kanë ndryshu gjeneralitetet, kanë ndryshu fen, kanë ndryshu gjuhën për hir që mu adaptu me një vend. Kështu që Shqipëria është vendi jonë, është vendi që unë vërtet kam nostalgji, e një atë çdo moment, edhe çdo njëri që ka ikë, besoj që nuk ka asi moment që nuk i shkon mendja të paktën 10 herë, 20 herë për Shqipërinë. Një mënyrë një tjetër, në raport me familjen, raport me diçka që shef në internet, ose në raport me news, ose në raport me njerëzit që i takon ndoshta në një kafe ose një ashtu. Kështu që secili me kontribu nga pak për të mirën e Shqipërisë është mirë, jo për keq. Ju përshëndes edhe ju, Dilber. Faleminderit. Uroj që gjërat të shkojnë ashtu sikur njerëzit, por duhet me punu për atë drejtim. Bashkohem Nuk mundesh me thonë që duhet me shkua, duhet me ndihmu që me shkua. Secili të më dhonë kontribut. Po që dham kontribut në shkat, flasim sa dush në për televizora, në për media, në për themi që lasi vita dhe bojnë ndryshimin e bojnë vetë. Secili të më dhonë kontribut vetë. Secili të me qenë fajtor për ku është Shqipëria sot. Edhe unë e marrë atë fajnë tim, nështë ma të vogët se sa ta që kanë qenë aty, po secili dhe me Shqipëria është pronë e shqiptarëve, do të me konsideru Shqipërinë pronë, çdo pjesë të Shqipërisë do me thonë është prona ime. Shqipëria është prona ime, edhe ti edhe çdo njëri. Jo me shkatru Shqipërinë. Zoti Kortoçi, të falenderoj shumë dhe të uroj mjaft të mbarë. Mirëpafshim, edhe ju kalofshi mirë.